Një nismë nga diaspora shqiptare në Michigan ka siguruar mjete didaktike për 13 fëmijë antarë të shoqatës Fëmijët e Malit të Zi në Tuzë. Udhëheqësja e kësaj shoqate, Sabra Decevic, tregon se si do të shërbejnë këto mjete si për prindërit, si për fëmijët. Edhe nga ajo pjesa ku ne punojmë direkt me këto fëmijë dhe japim shërbime falas për këto fëmijë që kanë pengesa në zhvillim, e cila është shumë e rëndësishme, mirë po edhe nga pjesa tjetër që të përfshihet edhe familja, që edhe prindërit do thotë ja vetëm kur e pruajnë fëmijën e vet këtu tek ne, por edhe në shtëpi, në atmosferën e shtëpisë të mund ti përkushtohen fëmijët të vet edhe së bashku me ta që të krijojnë një atmosferë ku fëmija mund të mësoj, mund të veproj, do thotë mund të shkatësohet e tjerë, që prap shoqërimi, komunikimi e tjerë të jetë në një nivel më të përshtatshëm për fëmijë dhe të arrihet, le të themi, një përmirësim tek jeta në familje. Disa ditë më parë, qendrën e shoqatës e kanë vizituar 15 studentë vullnetar nga Holanda, të cilët qëndruan për 10 ditë në Tuzë. Gjatë vizitës ata u njohën me funksionimin e shoqatës, kontribuan në zbukurimin e hapësirave dhe zhvilluan punëtori me fëmijët. Ndër këto vullnetar kem njoftuar edhe fëmin i cili ka elemente të autizmit. Do të thënë një i ri, i cili është vullnetar, ka ardhur në shtetin tonë dhe funksionon shumë në rregull, do të thotë i ka elemente të autizmit dhe mënyra e ka shpërnda me ne edhe përvojën, mënyra se si ai ka arrit, do thotë përmes arsimit, përmes mbështetjes të familjes, që të arrijë shkatësi të ndryshme dhe të bëhet në një mënyrë i suksesshëm. Aktualisht shoqata Fëmijët e Malit të Zi po zbaton 2 projekte të reja. Njëri prej tyre financohet nga Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave dhe ka për qëllim zvoglimin e diskriminimit ndaj personave me aftësi ndryshe, në veçanti ndaj grave dhe vajzave. Projekti zhvillohet në Tuzë dhe Podgoricë, ku do të përfshijë punëtori që synojnë fuqizimin e këtyre grave dhe vajzave për të luftuar diskriminimin, si dhe trajnime për punonësit në institucione publike.